Nderuar drejtuese e seancës, nderuar koleg, natyrisht unë do flas për këtë që është në rendin e ditës dhe që s'është buxheti i shtetit, me thënë drejtën është ligji për koncesionin dhe partneritetin publik-privat. Dhe po i bie shkurt siç kolegu Leska e propozoi pak më parë. S'para mbi gjitha mua më vjen mirë që projekt ligji vjen i përafruar me direktivat e Bashkimit Evropian lidhur me këtë fushë. Natyrisht, kjo është një garanci shumë e rëndësishme të paktën në kuadrin apo në përmbushjen e kuadrit legjislativ në këtë fushë. Nuk besoj që do dalë dikush e do thotë që BE-ja ka kërkuar që ky ligj mos miratohet sot. E dyta që është shumë e rëndësishme. Për shumë kohë në këtë sallë kuvendi, jo thjesht gjatë mandatit të kësaj magjorance, po edhe më herët kam kërkuar që instrumenti i propozimit pa kërkuar të mos jetë më instrument për përcaktimin e kontratave koncesionare apo edhe ato të partneritetit publik-privat. Dhe më vjen mirë që ky instrument nuk është më në draft ligjin që kemi përpara e që do ta miratojmë. Megjithastu, vazhdimisht kemi ngritur shqetësimin edhe këtu, se ma kujtoi Taulanti sot kur foli për interpelancat e një kohe të shkuar, dhe me thënë drejtën që në atë periudhë kam ngritur shqetësimin e kontratave koncesionare me vlerë 1 euro, apo transferimin e pasurisë publike të shqiptarëve me vlerë 1 euro, qëndrim që e ka mbajtur kohë pas kohe edhe gjatë kohës që Partia Socialiste ka qenë në pushtet. Dhe më vjen mirë që edhe kjo pikë nuk gjendet më në ligjin për koncesionet dhe partneritetin publik-privat. Pra nuk do të ketë më instrument të dhënies së kontratave koncesionare apo të partneritetit publik-privat me vlerë 1 euro. Dhe në fund fare, elementi tjetër që është shumë i rëndësishëm të projekt ligj ka të bëjë me garën e hapur që përcaktohet si procedura e vetme, unike sa i takon kontratave koncesionare, pra për të shkuar tek këto kontrata. Gara e hapur është shumë e rëndësishme dhe natyrisht transparenca që sjell gara e hapur është një vlerë e shtuar në këtë fushë. Tani, të treja këto element, bashkuar edhe me rregullin buxhetor që ne kemi vendosur e që është i pa lëvizshëm prej aty, që kontratat koncesionare dhe ato të partneritetit publik-privat nuk mund të kalojnë 5% të ardhurave totale të një viti më përpara buxhetor, natyrisht janë një garanci më e madhe që këto kontratat mos kthehen në rrezik për buxhetin e për pasojë edhe për qytetarët. A kam vërejtje unë lidhur me këtë projekt ligj dhe me definicionet që janë të, po kam. E para mbi gjitha fusha e gjerë për operimin përmes këtyre instrumentave. Do doja që minimalisht kishim një kufizim sa i takon fushave që kanë të lidhje apo kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare apo me rendin e sigurinë publike. Që do të thotë, besoj unë që ligji duhet kishte sjellë në vëmendje faktin që me këto dy instrumenta nuk mund të operohet në fusha që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare dhe me rendin edhe me sigurinë publike. Qartë fare, po e them hapur, ne kemi bërë një hap shumë të rëndësishëm përpara që fjala bie prodhimin e pasaportave apo kartave të identitetit apo identitetin digjital që vjen më pas e kemi tashmë në domen shtetëror dhe jo të derivuar në kompani private. Kështu do të mendoja edhe për një element rëndësishëm që është në projekt ligj që ka të bëjë me buxhet apo operimin në to, pra në sistemin e buxheve, që është një element shumë i rëndësishëm qoftë për sigurinë publike, qoftë edhe për sigurinë kombëtare. Së dyti, gara e hapur që është përcaktuar si element kyç sa i takon definimet me kontrata të koncesionare, duhet të shtrihet edhe tek kontratat e partneritetit publik-privat, ku janë lënë disa instrumentat të tjerë të cilët nuk garantojnë konkurim të gjerë e mbi gjitha nuk garantojnë transparencë maksimale. Kështu që është shumë e rëndësishme që në rast se ky ligj miratohet të kufizohet jashtëmase përdorimi i këtij instrumenti apo i atyre instrumentave që nuk janë garë, po janë kontrata me negocim me shpallje apo kontrata me negocim në tavolinë sa i takon kontrata e partneritetit publik-privat. Së treti, vërejtja që kam ka të bëjë me nenin që vazhdon të mbetet në projekt ligj, mbase edhe i ardhur nga rekomandimet e Bashkimit Evropian në këtë rast, që ka të bëjë me transferimin
e kontratave koncesionare apo të partneritetit publik-privat. Ne kemi patur përvoja shumë të hidhura me transferimin e kontratave, mjafton t'u them, si janë vëmendje faktin që aeroporti i Rinasit, në formën e tij origjinale, kishte një konsorcium shumë domethënës perëndimor që e zotronte atë kontratë, por derivoi në një konsorcium kinez. Dhe që ky është një element shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me sigurinë kombëtare, ashtu siç në fushën e energjisë, veçanërisht sa i takon naftës, gazit e kështu me radhë, transferimi i kontratave ka sjell një element që është në vëmendje të gjithë qytetarëve sot që ne nuk kemi marrë maksimumin e mundshëm në investim, po edhe në përfitime për Republikën e Shqipërisë, nga transferimi i kontratave nga aksioner amerikan në aksioner pastaj kinez e që i zotrojnë këto kontrata edhe sot. Dhe natyrisht në fund fare edhe transferimi dorë më dorë i një pjesë të kontratave në sektorin e shëndetësisë ka sjellë në vëmendje faktin që jo vetëm kemi një përqendrim shumë të madh në 1-2 pronar edhe në këtë sektor, por edhe nuk kemi marrë ndonjë përfitim që të lë pamend sa i takon këtyre operatorëve edhe përfituesve në to. Së katërti, dy definicione që janë shumë të rëndësishme në projekt ligj, që është vlera përparat, po edhe risku operativ, janë dy elementë shumë të rëndësishëm që tashmë definohen në projekt ligjin e koncesioneve partneritetit publik-privat, por kanë përdorim të limituar sa i takon definicioneve të tjera apo parashikime të tjera që bëhen në nenet respektive sa i takon proceseve që çojnë tek koncesionet dhe tek partneriteti publik-privat. Ashtu si edhe kolegë tjerë të Komisionit Ekonomisë dhe Financave, dhe unë mendoj që këto duhet jenë dy instrumenta shumë të rëndësishëm për të përcaktuar fituesit e këtyre kontratave. Dhe në fund fare kemi të bëjmë me transparencën. Unë mendoj që transparenca sa i takon këtyre proceseve nuk është e plot, qoftë para dhënies kontratës koncesionare, qoftë edhe pas lidhjes së kontratës koncesionare, veçanërisht gjatë zbatimit të tyre. Kemi një element shumë të rëndësishëm që është evidentuar si mangësi shumë e madhe në zbatimin e këtyre kontratave, që nuk kemi kontroll signifikativ pikërisht të zbatimit të këtyre kontratave. Dhe në fund, ajo që do doja të ishte në ligj, duhet jetë detyrimi për pronarin përfitues të identifikueshëm. Shpesh në këto kontrata shfaqen pronar përfitues të fshehur e që kanë të bëjnë me kompani që vinë nga vende offshore. Do duhet që patjetër që Republika e Shqipërisë ju hyn marrëdhënie kontraktuale me të tilla subjekte të di se kush është pronari përfitues i këtyre kontratave koncesionare për pasojë edhe parave publike në fund fare. Faleminderit.